Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë dhënë autorizimin që generali Wesley Clark të dëshmojnë në gjykimin ndaj Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit. Informata është bërë e ditur në parashtrimin që ka bërë në gjykatën speciale avokati i Thaqit Luka Mishetić. Generali amerikan që udhëhoqi forcat e NATO-s gjatë fushatës ajrore kundër Serbisë në vitin 99 do t'jetë dëshmitari i fundit i mbrojtjes dhe pritet të dëshmojë se Thaçi nuk e kontrollonte UÇK-n. Ai jep vëzhgimet dhe përshtypjet e tij mbi mungesën e strukturës dhe organizimit të UÇK-s dhe mungesën e çdo komandimi ose kontrolli funksional. Ai gjithashtu vëzhgoi mungesën e kontrollit që kishte zotri Thaçi mbi UÇK-n dhe se ai ishte vetëm një person politik pa përvojë ushtarake, si dhe përshkruan pse do të ishte e padrejtë të atribuohej keq administrimi të tjerëve tek zotri Thaçi. Ngjashëm si generali amerikan, edhe dëshmitarët e deritanishëm të mbrojtjes kanë insistuar se Thaçi dhe asantarët e tjerë të shtabit të përgjithshëm nuk kanë pasur kontroll efektiv mbi UÇK-n, e përjedhoi krimet potenciale nuk mund t'u atribuohen atyre. Çka pritet, Clark pritet të paraqitet në Hag në muajin e ardhshëm. Ai do të dëshmojë për periudhën gjatë luftës, por edhe për zhvillimet e pas luftës. Clark përshkruan dijenin për valën e dhunës në verën e vitit 1999 pas kthimit të refugjatëve kosovar dhe analizon shkaqet e kësaj dhune dhe faktin se ai nuk besonte se udhëheqja e UÇK-s ishte e angazhuar në një përpjekje të koordinuar për të sulmuar serbët ose minoritetet. Në Hag ndaj Thaçit është duke u zhvilluar edhe një proces tjetër që lidhet me vepra penale kundër administrimit të drejtësisë. Bashkë me të akuzohen edhe Bashkim Smaka, Isnik Ilaj, Fadil Fazliu dhe Hajredin Kuqi. Në dosjen e dorëzuar nga avokatja Sophie Menegon, procesi është cilësuar si përpjekje e prokurorisë për të ndikuar në rezultatin e rastit për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Mbrojtja e Thaçit ka insistuar se ky rast është i motivuar nga dëshira për të justifikuar masat e tepruara hetimore të prokurorisë në vitin 2023, të bazuara në akuzat që sipas avokatëve shumica nuk qëndrojnë. ZPS-ja ka folur vazhdimisht për këtë rast si një çështje që përfshin ndërhyrje ndaj dëshmitarëve, përfshirë edhe në deklaratat e saj të fundit publike. Kjo jo vetëm që rrezikon prezumimin e pafajësisë së zotrit Thaçit, por edhe shtrembëron akuzat. Thaçi, Veseli, Selimi e Krasniqi ndodhen në qendrën e paraburgimit në Hag që nga nëntori i vitit 2020.